Tash, në këtë mes, nëse po supozojmë që Ballkoni pas ka dalë në Evropë, pas ka fitu të pare, edhe u ka ndosht me boni fush. Hajde që edhe drita dul në Evropë, edhe ajo po deshka me boni fush, ç'a me bon këto skuadra tjera. Do të thonë këtu është problemi, lavdem, këtu është problemi se ta përfundoj s'është më rëndësi. Këtu është ligjore Kosova ka më të mirë në rajon. Ty ta mundson me listë sponsorizimit me mojt klubin pa e dhënë ti asnjë parë. Qysh me listë sponsorizimit? Po ajo është çetër çështë. Po vlen. Po ajo çetër çështë. Merre këtyre ka so parë i morin për ligjin sponsorizimit edhe këto narracione që krijohen që për shembull e tash rastin edhe të Ballkonit, që për shembull qarkullohet në media që ka probleme financiare në momentin që po flasëm. Tash na nifëm këtu këtë në mesvetë edhe thuhet që ka probleme financiare. Ballkoni kur ka dalë në Evropë, për shembull, nëse e merr dhe analizon, pagesat që janë bë kanë qenë mbi nivelin mesatar që janë realizuar në Superligën e Kosovës. Domethënë ato pore Cima Construction i ka marrë pe bllokave edhe i ka shtitë lojtarët. Edhe i ka fitu. Kur i ka fitu që të pare, ai çau ka ndosh me bë, ka ndosh mbi kthy që të ku i ka marr. Edhe kjo rrjedhimisht është du fëmi daj. Unë po ta shpjegoj një logjikë. Ka dallim të madh bler. Edhe për shpullën mos Ai du fëmi daj çfarë pune. Unë mendoj. Po na mendojna se na nuk e dina se kena prek. Apo kupton atë punë. Na për çta mendojna gabim. Na kena gabim. Se për shembull një njeri që arrin me boni çast suksesi nuk bëhet ai sukses pa hiri. Nuk bëhet pa hiri dhe sigurt ai e den më mirë se ç'a më bë. Dhe sot, për shembull që është në krizë, ai e den më mirë se sa na. Ose një X klubi tjetër. Tash po të për me arrit sukses, do me lënë diçka keqa? Jo, me lënë diçka keq. Unë po të kallëzoj ty që tash ti me marr një klub. Po. Prej një niveli në mesatar që ka qenë Ballkoni. Me çunë nivele evropiane, aty vjen parë e madhe. Ti dush me marr do parë që i ke fitu me biznesa, me çaj ke fitu, edhe dush me shti. Se me parë shkon për parë, nuk shkon me fjalë. Ti investon për me fituar, investon për me fituar. Tash preten nga. Unë po të sqaroj. I merrni do parë dhe drita edhe ata tjerë edhe krejt, ata që kanë bërë sukses, kanë kaluar nivelin mesatar të pagesave. Që tash kryesia dritës, që të parë kur ti merr, ata janë të lirë me vendos për fatin aty në parë, apo? Me dashni shpërndojnë të lojtarët, i rrisin pagat, bin purit. Me dashni marrin i kthejnë biznes që aty ku i kanë marrë në fillim që i kanë shni parë. Është çka logjik. Nuk e di Ali. Me dashni unë apo më kupton çka nëse don me avancu në aspektin sportiv. E tash, nuk e di Ali unë jetim se ata çto rreziku që duhet me marrë. Tash unë po analizoj aspektin biznesor, aspekti sportiv. Nëse unë për shembull kam qenë kritik ndaj